Politologu Ognjen Gogić tha për Kosovë Online se Vjosa Osmani po zhvillon një fushat politike potencialisht me qëllim për të zgjedhur kryeministre. Ai shtoi se politikania më popularizuar e opozitës aktualisht, ajo ka disa asete duke përfshirë një orientim të qartë pro-perëndimor, por edhe ndjenjen e votuesve të Albin Kurtit se vetëvendosja nuk i tregoi besnikëri ndaj saj kur nuk e kandidoi për rizgjedhje. Gogić vuri në dukje se në teori është e mundur që Parlamenti i Kosovës të arrijë një marrëveshje për presidentin dhe të shmangë zgjedhjet, por se sipas të gjitha gjasës se duket se zgjedhjet e reja të jashtëzakonshme janë të pashmangshme. Analisti politik Nexhmedin Spahiu vlerësoi se presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka fituar tashmë një fushat politike dhe pret që të krijojë listën e saj me të cilën do të kandidojë në koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe të shkojë në zgjedhjet e ardhshme nëse ato ndodhin. Spahiu vëren se Osmani filloi fushatën sapo që u bë qartë që ajo nuk do të rizgjidhet si presidente. Sipas mendimit të tij, Osmani ka potencial të shkaktojë më shumë dëm me Albin Kurtit se sa Bedri Hamza dhe Lumir Abdigjiku, drejtori i programit të Qendrës për përfaqësimin e kulturës demokratike në Mitrovicën e Veriut. Aleksandar Rapaić thot gjithashtu se presidentja e Kosovës Vjosa Osmani është në një lloj fushate zgjedhore dhe se në këtë moment zgjedhjet do të përshtatshin më së shumti asaj. Rapaić theksoi se dëshira për zgjedhje ishte arsyeja pse ajo shpërndau kuvendin dhe filloi procesin e shpalljes së zgjedhjeve. Ish diplomati Blerim Canaj vlerësoi se zgjedhjet e mundshme të reja do të sillnin rezultate të ngjashme pa ndryshime të rëndësishme në shpërndarjen e pushtetit politik në parlament. Ai theksoi se presidentja Osmani mund të kalojë në LDK dhe të fitojë maksimumin rreth 10%, por vetëvendosja do të ketë përsëri me shumë vota. Sociologu Fadil Maloku vlerësoi se thirrja e Albin Kurtit drejtuar udhëheqësve e partive opozitare për mundësinë e gjetjes së një emri konsensual për president është një kalim nga një nivel emocional në një nivel racional dhe se tregoi se qeveria është e gatshme për kompromis. Kryetari i Partisë Socialdemokrate Dardan Molliqi i pyeti publikisht Partinë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës nëse kishin negociuar me vetëvendosje për ndarjen e pushtetit në këmbim të votave për presidentin, duke theksuar se çdo marrëveshje do të ishte në funksionin e interesave të ngushta partijake dhe në shërbim të Albin Kurtit. Ministria e Punës, Familjes dhe Vlerave të UÇK-s mori një kredi prej 47 milionë eurosh nga Banka Botërore për financimin e projektit të reformës së sistemit të ndihmës sociale në Kosovë. Qëllimi i projektit është përmirësimi i sistemit të ndihmës sociale duke përfshirë identifikimin më të saktë të familjeve në nevojë dhe integrimin e përfituesve në tregun e punës. Ministria ka hapur procedurat për punësimin e 15 këshilltarëve të punësimit të cilët do të punojnë në Agjencinë e Punësimit të Kosovës dhe pritet që vendet e punës të shpërndahen në disa komuna në Kosovë duke përfshirë Novobërdën, Graçanicën, Istokun, Rahovecin, Skënderajin dhe Vushtrinë. Në pritje të pashkëve në qendrën e shkollës së mesme në Llaplasel u mbajt seminari për ngjyrosjen e vezëve në mënyrë tradicionale. Profesoresha gjuhës dhe letërsi serbe nga Rahoveci, Olivera Radić, e cila drejtoi seminarin, thotë se çdo model është shumë më tepër se sa një zakon dhe çdo vezë është një besim dhe një lutje. Radić shpjegoi se teknika ngjyrosjes së vezëve me dyll është shumë e vjetër si dhe e trashëguar Bez Prasprezi dhe se ka mbijetuar deri më sot. Siç theksoi ajo, interesi për ngjyrosjen e vezëve në mënyrë tradicionale ende është shumë i madh edhe sot. Kombëtarja e Turqisë në futboll kaloi një natë të vështirë pas gjumë para ndeshjes kundër Kosovës pasi tifozët ndesen fishek zjarre për orë të tëra në hotelin në Prishtinë ku po qëndrojnë ata. Hoteli është ruajtur nga forcat e përforcuara policore nga mëngjesi i sotëm, raportojnë mediat. Fotot e postura në rrjetet sociale tregojnë se aktiviteti piroteknik zgjati deri disa orë të veçanërisht pranë hotelit ku po qëndronin ekipi turk.
Kosova dhe Turqia do të luajnë sonte në stadiumin Fadil Vohri në ndeshjen vendimtare të play-offit për Kupën e Botës në futboll. Në Serbi të mërkurën do të jetë mot me vranësira, por i ftohtë në jug dhe jugperëndim. Në mbrëmje do të jetë mot me vranësira me shi në rajonet kodrinore dhe malore, me borë do të fryjë erë mesatare deri e fort veri perëndimore. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 2 deri në 8, kurse ajo maksimale ditore nga 5 deri në 12 gradë Celsius.